fusin celularet nëpër atlete, t'i fusin në buk, çfarë nuk ka ndodhur me historitë në burgjet shqiptare, por që ky nuk është lajm i vjetër, megjithatë besoj se drejtoria e burgjeve këtë alarm duhet ta kishte nxjerrë jo tani, jo pasi të binte një tritol të fillonte kontrolli dhe gjente 10 celular. Këto kontrolle duhet i kishte filluar që në kohën kur nga politikan apo ish politikan ndryshëm në Shqipëri dilnin statuse nëpër Facebook apo biseda, nuk e di, ndoshta biseda telefonike me celular jo, po përdorni internetin. Ku përdoret interneti? Patjetër që në celular dhe diçka e tillë besoj se masat duhet ishin marrë me kohë. Po. Tani, me që më the që lloj-lloj mënyrash janë shpikur, apo jo vetëm se kanë shpikur të burgosurit shqiptar, apo se ekzistojnë për të siguruar një celular në burg. Kjo ndodh, Juli, nga që vetë burgjet e lejojnë diçka të tillë, bëjnë një veshur dhe një syqor? Tani, unë kam bërë një material, nuk e mbaj mend vitin, po ndoshta është para 14 vitesh, ku titullohet Sendet e palishme në burg. Unë mbaj mend që tek sendet e palishme në burg kishte edhe raste të futjes së thikave nëpërmjet kartolinave duke uruar vitin e ri. Këto kanë ekzistuar pra gjithmonë. Futja e sendeve të palishme në burgje ka ekzistuar, do të vijojë të ekzistojë, por që ajo që duhet përmirësohet, mendoj unë, është kontrolli i drejtorisë burgjeve, i shërbimit kontrollit brendshëm të burgjeve që duhet të ketë informacion dhe më pas parandalimi i këtyre rasteve. Tani, unë mendoj se tani ka rritur pikun dhe tani nuk bëhet fjalë më vetëm për futjet sendeve të palishme në burgje. Tani më bëhet fjalë se si të burgosurit apo persona apo të burgosur ndryshëm kanë arritur të krijojnë ligjin e tyre brenda burgjeve, duke brenda institucioneve shtetërore, institucione të ekzekutimit vendimeve penale ku të burgosur tashmë krijojnë palestra, burgosur diktojnë se kush duhet futet në palestër apo jo, të burgosur kanë frigorifer, kanë PlayStation, të burgosur kanë të gjitha mjetet digjitale të mundshme dhe aty bëjnë ligjin dhe ky është kulmi dhe unë nuk mendoj se mund të shkohet më shumë se sa kaq, ndaj dhe duhet gjetur një zgjidhje, por unë mendoj se duhet merren masa, se nuk mjafton ti jesh vetëm drejtori i burgjeve, mjafton që të kryesh detyrën të çosh shërbimet të kontrollit dhe të arrish të parandalosh raste të tilla. Tani, parandalimi i celularëve nuk është asgjë. Unë mendoj se celular do gjende dhe do vijojë gjende në përburgje, por që duhet parandalohen dhe këto historitë e tjera atipike si ku të burgosurit bëjnë ligjin brenda institucioneve të ligjit. Pra, imagjinoni se ku ka arritur, ndaj dhe duhet i hidhet një sy, mos flasim pas për kushtet, se nëse flasim për parandalim, duhet flasim dhe për kushtet në burgjet shqiptare. Ne kemi akoma burgje ku nuk plotësojnë kushtet minimale, unë nuk dua t'i rendis, është thënë kaq shumë se do t'investohet për burgjet shqiptare, do të bëhet kjo, do të bëhet ajo, por që në të vërtetë janë po të njëjtat godina, ndoshta të restauruara ndo pak, por që në fasadë restaurohen, por brenda për brenda është një histori tjetër. E qartë. Juli, të falenderoj shumë për bisedën, gjitha detajet që përcohet për shikuesit tanë. Faleminderit.